Mbrëmja e së premtes në Big Brother VIP Kosova ka tërsolli surpriza të reja për publikun, teksa në shtëpinë më të famshme në vend u futën dy motra, të cilat pritet të trazojnë dinamikat e lojës. Suanita dhe Aurora Rusta nga Treva e Drenicës janë banoret më të reja të këtij edicioni, duke hyrë në garë me një format të veçantë. Edhe pse janë dy persona, ato garojnë si një konkurrent i vetëm, ndërsa bashkërisht kanë në dispozicion vetëm një bilet fati. Suanita është këngëtare dhe shënon një rikthim të shumëpritur në skenën muzikore pas 6 vitesh mungesë, ndërsa motra e saj, Aurora, ushtron profesionin e influencueses në rrjetet sociale, ku gëzon një audiencë të gjerë ndjekësish. Hyrja e dy motrave ka ngjallur kurreshtje të madhe të banorëve dhe publiku. Pasi bashkëjetesa, strategjia dhe vendimarrja e përbashkët pritet të sjellë dinamika interesante dhe situata të paparashikueshme brenda shtëpisë. Mbetet të shihet se si do të përshtaten Suanita dhe Aurora në këtë lojë intensive, dhe nëse bashkimi i tyre do të jetë një avantazh apo një sfidë në rrugtimin drejt finales së Big Brother VIP Kosova 4. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.